Ja pse arrat duhet të futen në ujë para se të konsumohen. Nutricionistët po rekomandojnë gjithmonë më shumë zhytjen e arrave në ujë sepse ato zbërthejnë frenuesit e enzimave dhe acidit fitik, i cili lehtëson tretjen dhe rrit shfrytëzimin e lëndëve ushqyese. Do të keni një tretje më të lehtë dhe thithje më të mirë të lëndëve ushqyese. Arrat e zhytura në ujë përmbajnë më pak acid fitik, kështu që trupi jonë përthith minerale si magnezi, zinku dhe ekuri në mënyrë më specifike. Do të ndihmojnë në kontrollin e peshës. Falë tretshmërisë së lartë dhe çlirimit të ngadaltë të energjisë, arrat e zhytura në ujë ju mbajnë të ndjeheni më të ngopur për më gjatë. Yndyrnat e shëndetshme dhe fibrat tek arrat ngadalësojnë në tretjen e karbohidrateve duke parandaluar rritjen më shpejtësi të sheqerit. Ato mbështesin edhe shëndetjen e zemrës. Acidet yndyrore omega-3 të arrat ndihmojnë në uljen e kolesterolit në krijimin e një raporti optimal të frenuesve LDL dhe HDL. Arrat e zhytura në ujë janë të pasur me antioksidant dhe vitaminën B që mbrojnë edhe sistemin njohës.